një dinamike madhe, mungesë, mas ju martove, kom fjallën, mungesë ditësh, muajsh, se muzikë gjithandej, ke fluturu në 40 e botës, kudo që ka shqiptar, për të kënduar, e ka pas vështirë ajo? Po e ka pas vështirë se ka qenë vetë me fëmijët, dhe unë tash kohën e fundit, për shembull, me thonë drejtën edhe i ku mungu familjes shumë. Por ja ka vlejtë se kam kriju një familje fantastike, fëmijë të shkolluar, të edukuar, secili në punën e vet, në jetën e vet, në drejtimin e vet të suksesshëm, dhe ja ka vlejtë gjithë ajo sakrificë që e kam bë. Se asnjëherë unë as e kam paramenduar që do të jem një ndër këngëtarët më të shitur në historinë e muzikës, me koncerte, me mbrëmje rinore, pa numër me publik. Për vite të tëra. Për vite të tëra. Miri, atë ditë kur e kam thirrë në emision, më ka thonë të thras për pak minuta. Kur më ka thirrë, ky ma ka kthy, pastaj ka thonë të kërkoj falje sepse isha në momentin e celebrimit, ato normalisht zyrtar, kur vajza e Zyberit po mbronte temën e magjistraturës, edhe ishte një gjë shumë e bukur. Shumë urime. Edhe suksesa. Edhe i thash të uroj nga zemra, edhe prej këtu, të uroj ty, edhe urojmë si e ka emrin? Melek. Melekën për suksesën. Po djali, ose vajzat në botën e këngës, nuk e në futë fare. Nuk e kanë vazhdu këtë. Megjithatë për edukimin e tyre, vështërësit më të mëdha ka pasë zonja juaj që si e ka emrin? Hasbie. E që sigurisht ti e përshëndet e falenderon. Patjetër se ajo ka qenë shtylla kryesore, se unë kam mungu për shtëpisë. Kam mungu me si me kon musafir. Po. Letja jam, japim një duar tërkitje zonjës Hasbie, absolutisht. Që ka duru Zyber Avdin edhe ka kriju një familje fantastike, bashkë me Zyberin. Ka një ke pas përveç familjes, bashkëpunëtorët më të mirë? Bashkëpunëtorët më të mirë kam pas vëllezërit Kryeziju, kanë qenë Destani, Alia, Naseri, Alia dhe Naseri janë ndjerë, Ymeri, mandej kanë qenë Bekimi, Shefiku, Me kanë me diskutoj se më edhe shumë ti punën e këngëve kulminacionin e kemi arrit me grupin Artanët. Artanët. Me Shahinin, me Artanët e famshëm, absolutisht. A ke pas një moment kur i ke thonë vetës, po pse u futan këtë botë, s'duhet merrem më me këngë, se asnjëherë. Asnjëherë. As se kam mendu. Ke miq gjithandej. Miq, kije gjithandej. Në përbotë, po. Më thonë, kudo që të nisesh, e din që e ke një derë. Me atë, është interesant se unë rastisht i takoj që edhe portit kur erdhe këtu, Mirë, Frici, miku ynë i përbashkët me gitarist virtuoz, të ka lidh muzika, po e ke edhe me kështu, ha? Po, jemi edhe shok me Fricin, edhe, jo veç Fricin, po, këtë familjen e Fricit, ashtu dhe si familjen tonë, ne kemi një afërsi kështu familjare, dhe për të mire, por shqyqër Zotis në karo për të keq, gjithmonë kemi qenë. A shkoni edhe vini, sa e bukur. Kjo është ajo e bukura, edhe në kutot që theti miq, unë kam qenë me një darsëm në poj atje në Zym, fshati atje dhe ishtë një restoran i dasmave. Edhe në shkum pak si ma herët atje dhe e din ata para hajat atë që kaj. Dhe në të bisedu e hajtë thëmë të shprishim pak këto, veç për një moment, sa i morëm, sa deshëm me piron me morë veçartë njonit i kapi ata pjatat edhe i qoj. Po këshirë minësi me muzikonta për të thash, në është edhe kalojna, s'ka ka lidhe. Në është të dasmori është i mirë, kire së në një zbajkejqë. Edhe pas, s'ka shku një 10 minuta, 15 dhe vjen një karocë atje me plot, hajet në lojshme ndryshme. Thash, shka ndodhi be, dhe vjen një njëre, thot, ejbe si berbe, thot. A e di be nona e emra me t'i pas shpirti, sa t'ka uru. Tha, ne kemi shit, para se me botë restorani, kemi shita kaseta për para me ata paketat në treg. Tha, ne kemi hongër bukë për te. Shumë njerëz i kanë hongër bukë për neve. Sa e bukur kjo. Të janë gjona që të bojnë lumëtur me punën që ke botë. Në për rrugën e huaj është e lehtë të hecish. Të ndërtosh rrugën tënde është e vështirë. Kur ndërton rrugën tënde që bëhet një lloj modeli ekzistencial,
njerëzor, humanitar, sepse ti ke kënu edhe me qindra koncerte humanitare, edhe atëherë vërtet je i lumtur sepse edhe nëse kthen kokën prapa, i shef gjurmët që i ke lanë, gjurmë që pastaj në për to mund të ecin diku shumë suksesshëm. Ne kemi bo koncertet pa numërta, ti e dinë si posaçërisht nga viti 94 deri në përfundimin e luftës së Kosovës ka pas shumë aktivitete. Aktiviteti 3%, vendimja 3, ka pas lloj organizatash për të cilat ne kemi qenë të angazhuar, për shembull, edhe me këndu, po edhe me këndu dhe pas lufte mendej se unë thash edhe më herët baba im kur i ka pas 2 vjet e gjysmë s'ka pas as nënës baba. E ka rrit, ka mbet jetim. E ka pas një histori prindi që shumë ka qenë një rast se edhe babën ati e njëta plak e kish pas rrit. Do thonë 2 parë. Edhe me një koncert më kujtohet mu ishim ne në Neuchâtel të Zvicrës edhe më thirrën mu me shku me një koncert për jetimet e luftës sa pat përfundu lufta në Kosovë dhe më thirrën me shku me majt një koncert atje, kishte plot koleg. Dhe unë e kisha babën në shtrat, i smur, dhe më thirrën ata në telefon, tha Zyber, apo vjen koncerta se kemi për këtë kauz. Tha bëhet fjalë për jetimet e luftës, tha dojmë diçka me kontribu. Po, u mendova, thash ju tregoj për 2 minuta. Edhe thash po bisedojmë me vëllezërit e mi, ma bane vëllai i madh Naseri, tha, o vëlla, tha në babën, tha kemi në shtrat, i smut, thash po, tha, mas i thash për jetimet atë, di që baba i jetim, tha në ukari, tha shko, tha, nashta s'ka orë puna, ne me tregu shumë një ngjarje shumë interesante. Për jetimi shumë fish pastaj. Një për jetim, 2 veta para se me dal unë, veç erdhen me më paralajmëru, del filoni edhe ti thash përgatit o Zyber. Edhe mu më cingron telefoni edhe më thonë që baba në ka vdek. Edhe gjithmonë atë koncert e kam dediku babas tëm, prindit tem se ka qenë për atë që ai me siguri se në atë botë ka shku i lumtur. Interesant. E shef artisti edhe në momentet më të vështira, mirë po e bukur është që ke marrë pjesë në një mision të jashtëzakonshëm, shumë njerëzor. Gjesti më i mirë i organizatorëve është se ata unë harrova me qajt, tu i po ata tu qajt për mu. Se të muru. Dhe komplet këshilli organizativ ka në varrimin e babës tem dhe janis në mëngjes të gjithë bashkë me mua dhe kemi shku varrim. Kjo është një ndër historitë se jeta e artistit sa ka të mira ka dhe momente për shembull që duhet t'i bëjmë babaj tuaj, të nëndëve tuaj, edhe një homazh me duart trokiti se absolutisht. Zyber, çfarë tregimi i bukur jetësor i njeriu që qanë jetë me sukses, kejt me djersën e vetë, me zërin e vetë. Për cilën gjë sigurisht je falenderu 100 herë që ta ka dhënë Zoti, Patjetër. Një tingull i veçantë, që si veçantë erdhi edhe shpërtheu i veçantë. Shumë faleminderit që na erdhe sonte. Na imi ishte kënaqësi edhe njëre. Edhe nuk mund ta duroj më atmosferën e nostalgjisë pak edhe të dhëmbjes, sepse e dua Zyberin energjik në skenë, të cilit kemi mi avon duar trokitjet e botës. Në vazhdim, ishte kënaqësi. Shumë faleminderit që ishe me ne. I pathyeshëm gjithmonë piksinimet asnjëherë nuk jam tërheq nga piksinimet e mia dhe falenderoj Zotin në çdo sekond për gjitha të mirat që mi ka dhënë, e mbi gjitha ta dishte gëzimi për vajzën time, ju bashkangjit thirrja jote që ishte qershia mbi to. Faleminderit shumë. Skena për ty. Kam mendu se ti je një angjull, në rrugë gabuar fati ty t'ka pru. Kam mendu se ti këtë jetë se deshte, por pa tjetër
duhesh me jetu. O, kam gabu dhe jam mashtru, se ti je një angjull kam mendu. O, kam gabu dhe jam mashtru, por këtë jetë e ke dëshiru. Se ti e veç një angjull dhe gabimet si ke dëshiru. Ka mendu se ti këtë jetë se deshte, por pa tjetër duhesh me jetu. O, kam gabu dhe jam mashtru, se ti je një angjull kam mendu. O, kam gabu dhe jam mashtru, por këtë jetë e ke dëshiru. Dhe jam mashtru, se ti je një angjull kam mendu. O, kam gabu dhe jam mashtru, por këtë jetë e ke dëshiru. O, kam gabu dhe jam mashtru, se ti je një angjull kam mendu. O, kam gabu dhe jam mashtru, por këtë jetë e ke dëshiru.